Sot është xhuma dhe nuk shkoj dot në xhami se jam me grip shumë të rëndë dhe kam hall se mos po i sëmur të tjerët apo bëj mirë, po, shumë mirë. Nëse dikush ka i sëmundje ngjitse dhe mendon që mund të infektojë të tjerët, ose të mbrohet mirë, ose përndryshe mos shkoj, nuk ka problem, nuk e ka për obligim. Nuk e ka për detyrë, përderisa mund të jetë një sëmundje ngjitse. Argumenti, a kemi thënë që duhet me ecë me argument? Po. Ka një hadith që pejgamberi sa më thotë, mos të futet i smuri tek të shnetshmit. Mos të futet i smuri tek të shnetshmit, tek njerëzit të shëndetshëm. I smuri me kuptimin e sëmundjeve të cilat janë po transmetuese, infektuese. Ama nëse është sëmundje ka dhimbje kokës, s'ka lidhje me këtë hadith. Ka thyr krahun, s'ka lidhje me këtë hadith. Bëhet fjalë vetëm për sëmundjet të cilat janë të transmetueshme nëpërmjet frymarrjes apo nëpërmjet pshertimit së kështu me radhë.